Librin e dytë, kur e keni botu? Në klasën e 4. Klasën e 4. Është Zëri i tregimeve magjike. Pse është këtë titull? Sepse këto tregimet tona janë si magjike, të gjitha tregimet janë magjike, janë interesante dhe këto kur ti lexosh të duket sikur ka zë. Ka zë, zëri i tregimeve magjike. Okej. Për shembull djali i fshatit, a është ngjarje e vërtetë? Një tregim këtë? A i keni shpik? Po, është ngjarje e vërtetë sepse shumë djemë jetojnë në fshat, disa në qytete. Okej. Dhe është ngjarje reale. Ngjarje reale. Fotografita janë reale, a janë njerëz që i njihni këto në libër që i keni postu? Jo, por i kemi marrë. Okej. Aja që ka po m'len për shtypje janë shkrimet të shkurta, por kanë mesazhe shumë të mëdhaja. Për shembull, çfarë don ti përmes shkrimeve tua me janë përcjell shokëve dhe shoqeve tua? Që ata ose ato të mësojnë dhe ta zhvillojnë mendjen, ta mbushin atë me plot dituri dhe të bëhen të mençur. Ermira, te? Apo për me shkrimet e mia, unë duhet t'ju tregoj shokëve dhe shoqeve që ata duhet të mësojnë dhe t'i ndjekin gjithmonë ëndrat e tyre. Çfarë komenti ju ka dhënë mësuesja juaj, për shembull kur e ka pa librin e parë dhe dytë, çfarë ju ka thënë? Po, na ka thënë jeni shumë të zgjuar, të mirë, dini të shkruani shumë mirë, kësi komente të bukura dhe pak si nxite se na këto komente na kanë nxitur që edhe të shënojmë dhe ta bëjmë edhe librin e dytë. Bravo. Ermira, jeni të menu për librin e tretë? Ne sapo kemi përfunduar librin e dytë, por ndoshta mund ta botojmë edhe të tretën. Edhe të tretën.